Zbulohen 5 lokale në qytetin e Korçës dhe Progradecit të vënë në dispozicion të organizimit të kundraligjshëm të lojrave të fatit. Vjen në pranga 2 administratorë lokalesh në qytetin e Korçës dhe Progradecit. Procedohen penalisht 6 shtetas administrator dhe punonjës në lokalet e evidentuara gjatë operacionit. Kapet dhe procedohet në gjendje të lirë një shtetas i shpallur në kërkim 2 ditë më parë, po për lojra fati. Sekuestrohen pajisjet që shërbenin për lojra fati dhe disa telefona. Si rezultati kontrollit të kryer në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative, shërbimet e Komisariatit të Policisë Korçë dhe Progradec kanë zbuluar disa lokale në qytetin e Korçës dhe Progradecit ku organizoheshin lojra fati. Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast u arrestuan në flagrancë shtetasit JL 29 vjeç, banues në Korçë, administratori i lokalit për veprën penale, organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin, vënia në dispozicion e lokaleve për lojra fati dhe punësimi pa ligjshëm. EM 26 vjeç, banues në Progradec, administratori i lokalit për veprën penale, organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin, vënia në dispozicion e lokaleve për lojra fati dhe fshehja e të ardhurave. Gjatë kontrollit në lokalet që këta shtetas administronin, janë konstatuar monitor dhe aparat celular me faqe që shërbenin për vendosjen e basteve sportive si dhe janë konstatuar punonjës të paregjistruar të organeve kompetente. Gjithashtu, u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit MV 48 vjeç, banues në Korçë dhe SB 34 vjeç, banues në Progradec për veprën penale, punësimi pa ligjshëm, pasi gjatë kontrollit në lokalet që këta shtetas administronin u konstatuan 2 kamarierë të paregjistruar në organet kompetente. VT 19 vjeç dhe ÇP 42 vjeç, banues në Korçë për veprën penale, organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin. EQ 41 vjeç, banues në Progradec, pasi u konstatua që biznesi që administronte ishte i paregjistruar në organet kompetente. DK 43 vjeç, banues në Korçë për veprën penale, deklarimi rem para oficerëve të policisë gjyqësore. Gjatë kontrolleve u kap dhe shtetasi ND 35 vjeç, banues në Korçë, i shpallur në kërkim 2 ditë më parë pasi kishte kanosur nëpërmjet telefonit një 18 vjeçar për një shumë lekësh që i kishte borxh për vendosjen e bastave sportive që i kishte bërë 35 vjeçari. Materialet procedurale ju referuan policisë së Korçës për veprime të mëtejshme.